Gjatë qëndrimit të tij në Vlorë, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me banorët e Zvërnecit, i mbritur me helikopter në orën 17:45 të ditës së premte. Rama në Pallatin e Kulturës Labëria është pritur nga banorët e Zvërnecit. Gjatë takimit me banorët, kryeministri Edi Rama u shpreh vendosur se investimi do të realizohet, duke argumentuar se prona në fjalë tashmë u shqitur investitorëve nga Katari. Unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den babaden. Është kthyer shumë vite më parë, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, por nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj a ka kthime të gabuara ose të padrejta, me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës, këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër, këtë e vendos vetëm gjykata. Unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kur asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që si janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët. Është një çështje private. Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet nga pamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private. Pronarësh privat dhe pronarët privat merren vesh privatisht. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronat private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Pjesa tjetër është siç ka vijuar. Pra, marrëveshja e shitjes që do thot kur agjencia përkatëse që merret me lejet apo me master planet, kur merr një shprehje interesi, kërkon hipotekën. Ke apo s'ke hipotekë. Që ke apo s'ke marrëveshje me pronarët që figurojnë në hipotekë. Ka pretendent në Shqipëri sa të duash që nuk i kanë me hipotekë pronat, po i kanë me pretendimet e tyre, me letra, nuk e di, pa letra nuk ka rëndësi. Veprimtaria e agjencisë në këtë rast është veprimtaria e bazuar tek çfarë është paraqitur dhe çfarë është verifikuar, siç verifikohet çdo proces në hipotekë. Për sa kohë ajo tokë është një tokë e blerë nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve, ligjërisht për shtetin. Pjesa tjetër që ka të bëjë me a është e pronarit, a s'është e pronarit, në këtë rast, se aty janë disa shitje, apo jo, nuk është vetëm një. Në këtë rast, për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë, në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitojë me gjykat pronën. Sipas tij, vetmja çështje që mbetet për të shqyrtuar është se kush do të përfitojë të ardhurat nga shitja e saj. Nga ana e tyre, banorët deklaruan se nuk janë kundër investimit, po kërkojnë njohjen dhe kthimin e pronës së tyre. Kryeministri solli në vëmendje dhe raste të ngjashme të konflikteve pronësore, duke kujtuar se pretendime për pronësi dolën edhe gjatë ndërtimit të shëtitores bregdetare në zonën e Skelës, pavarësisht se bëhej fjalë për hapësira bregdetare. Sa i përket faktit se aty bëhet fjalë për ndërtim në një zonë të mbrojtur, ky fakt nuk u përmend fare gjatë diskutimit.